Kultura e patates në Divjak përbën burimin kryesor të ardhurave për fermerët e zonës. Kushtet toksore dhe klimaterike lejojnë që kjo kulturë të mbillet 2 herë në vit, në muajin janar e del në treg në muajin qershor dhe në gusht dhe aktualisht është kulmi i sezonit për vjeljen dhe hedhjen në treg. 1 kilogram patate sot fermerët e Divjakës e shesin me 250 lekë të vjetra. Përveç çmimit të ulët, nuk ka as treg për shitje, çka i detyron fermerët ta magazinojnë në kushte primitive në banesë, pasi nëse e lënë ende në tokë, patatja prishet. Sipas fermerëve, puna dhe djersa e tyre shkon pasi futet patate nga importi. Me vështirësi shumë të mëdha, nuk ka çmim, 250 lekë. Shumica njerëzve po fusin nëpër shtëpia se s'ke ku e çon. Dhe pikat e mëdha këto të grumbullimit, njerë marrin, njerë s'marrin, janë me shumë vështirësi si vjetë. Si vjetë një skandal, si vjetë. Dhe pas doli qik jashtë, ata thane për hynë nga jashtë patate. Se ne nuk në leverdiz dhe politikat, bëjmë politikë. Ne dom marrim djersën tonë, po nuk e marrim dot. Do mbjellë 7 kultura ti, 8 kultura, do fitosh me 2, do mbas 5, do marrish 3, do mbas 4, nuk... Patatja në Divjak sot aktualisht është 250 deri në 300 lekë. Po më e madhe ai se nuk ka tregtar, dhe ato që marrin nga 10 targa, nga 15 targa, nga 20 targa. A më intereson mu të marr punëtorin. Tani punëtori do 30.000 lekë. Më intereson të marr punëtorin dhe 2 vit shkul patate këtu se 15 targa do tregtari. Vi burrë e grua. E që unë për shembull nuk po gjej tregtar. Dali them jam i zën. Tani dhe ta mbase kanë i farë drejtë, s'kam ku qojnë ato. Nuk da hanë vetë. Si do veproni me patate? Pe e fusin branda. Kush ka magazina, e fut branda në magazin. Me vjallë, po, su shita, zjerin prap, ta hedhën kanalt. Çmimi është për tokë. Tregu është zero, nuk ka. Neve jemi detyruar tani nga lagështira dhe nga ftoti. Nga ngricat po i fusin brenda, se treg nuk ka, se po i kapin në i ftot, në i brymë ose në i ngric, i prish fare, dhe ato që janë i kalb. Ne detyrojmë i fusim brenda tani. Brenda një viti bujqësor, vetëm në Divjak mbillen 600 deri në 700 hektar me patate. Po sipas fermerëve, ka 2 deri në 3 vite që fatin e patates e kanë pësuar edhe kulturat e tjera si lakra, lule lakra, karrota dhe brokoli.